Si ti pyet njerëzit që produktet që reklamoj janë vërtet efektive? Domethënë çfarë të bëj për të rritur shitjet? Kjo është një pyetje që kam marrë në serinë që un kam nisur 60 sekonda video, kur secili nga ju mund të më bëjë një pyetje lidhje me biznesin, marketingun, dhe unë do mundohem të bëj një video të paktën 60 sekonda për t'ju përgjigjur. Shumë njerëz reklamojnë produkte, por nuk arrin t'i binin klientët se ato janë efektive. Sekreti nuk është vetëm të thuash që funksionon, por të tregosh dëshmi reale dhe prova. Për shembull, feedback dhe testimonial. Përdor histori reale nga klientët, jo thjesht komente, trego sfidën e tyre, si e përdorin produktin dhe rezultatet që pan me foto, tekst apo mesazhe. Demo ose prova vizuale. Video të shkurtra që tregojnë produktin në veprim, çfarë vetish ka dhe çfarë këto veti, pra çfarë përmban ky produkt brenda, i ndodh trupi, pra çfarë shkenca dhe studimet apo rezultate të tjera që ju mund të gjeni dhe me ChatGPT, vërtet e ndihmojnë trupin. Pra mundosh të futesh pak në pjesë më edukative që njerëzit ta kuptojnë se vërtet çfarë po blejnë dhe çfarë po fusin në trupin e tyre. Storytelling, duhet të mësoni të dini se si të kaptivoni audiencën dhe duke treguar historinë si kur ja tregoni një shoqe. Kjo funksionon edhe me kompanitë të mëdha, edhe me kompaninë time kur marketingu bazohet te dëshmitë e përdoruesve dhe prova reale dhe dëshmi jo thjesht reklama.